Historia e vjedhjes së pronave, qofshin ato prona private apo publike në Shqipëri, ka dekada që ka vazhduar. Ka ligje të padrejta që njerëz të ndryshëm kanë përfituar e kanë marrë toka padrejtësisht. Tokën e huaj pra e kanë zaptuar e kanë marrë me ato ligje të padrejta, që në realitet, patjetër që ligjet e tilla, nëse duam drejtësinë, duhet që të zhbohen që të kthehet e drejta tek njerëzit e saj, të kthehet haku atyre që e meritojnë. Por ka edhe ligje që favorizojnë disa njerëz ndaj disa të tjerëve, e kështu përfitojnë pasuri të ndryshme e toka të ndryshme padrejtësisht, por duhet të friksohen Zotit të gjithësisë, sepse padrejtësia, dënimi i saj është tepër i madh. Është tepër i madh qysh këtë botë para botës tjetër. Por ka edhe njerëz që kanë përfitu pasuri të ndryshme, toka e prona të ndryshme, edhe në kundërshtim me ligjet aktuale që janë vendin tonë. E nga ana tjetër, shikojmë njerëz që u bëhet padrejtësi dita ditës e që enden në përdyert e gjykatave për të përfituar të drejtën e tyre. Prandaj, patjetër njerëz të cilët bëjnë padrejtësi, duhet që të reflektojnë, duhet që të pendohen tek Zoti i gjithësisë, sepse kush zapton një plomb tokë, ditën e gjykimit do t'i varet në qafë që nga toka e shtatë. Një plomb po të zaptosh, Zoti na rujt. Patjetër që çështja e padrejtësisë, dënimi i saj fillon qysh këtë botë. Kuptohet për një hadithit profetit a.s. se padrejtësia dhe shkputja e lidhjeve farefisnore, pra dënimi i saj qysh në këtë botë, Allahu na rujt. Parimisht patjetër që jemi kundër vjedhjes, kundër mashtrimit, kundër padrejtësive, por duhet vëmë në dukje edhe diçka. Ka edhe njerëz të cilët e ngrejnë zërin me të madhe, thua ti se u bëhet vonë për tokën e dikujt. Njerëz manipulator, mashtrues, që duan të përfitojnë nga situatat të caktuara. Për shembull, dikush prej tyre kishte dalë e kishte thonë s'ka Zot e s'ka parti. Njëri i tillë, pra do me mashtru, me përfitu, si nuk ka Zot, si mund të mohohet Zoti i gjithësisë, si mund të mohohet feja e vërtet. Normal, përsa i përket partive, pra shëndrimet kundër tyre duhet të ekzistojnë. Por kundër Zotit, me dal njeriu kundër Zotit, Zoti i cili na fton për drejtësi, na fton për ruajtjen e nderit, për ruajtjen e vendit, për ruajtjen e moralit, me dal kundër Zotit, me dal kundër fesë, patjetër që feja, Zoti është e vërteta më e madhe. Njeri i cili del kundër Zotit, pra ai është kundër vendit, kundër familjes, kundër moralit, kundër nderit. Prandaj muslimani duhet ketë kujdes dhe mos bëhet pal me dikë i cili është kundër Zotit, se në të vërtetë ai është kundër gjithçkaje. Se Zoti është ai që urdhëron për rujtjen e nderit, Zoti është ai që urdhëron për drejtësi. Inna Allaha ya'muru bil 'adl, Allahu urdhëron për drejtësi. Po ashtu profeti a.s. nëse njeriu pra është kundër fesë, atëherë ai është kundër Zotit, kundër profetit. E profeti ynë na porosit në hadith, ku thot, kujdesuni nga padrejtësia, se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Allahu e përmirësoft gjendjen tonë, Allahu e përmirësoft vendin tonë, Allahu i boft ata të cilët bëjnë padrejtësi, të reflektojnë, e të ndryshojnë, e të pendohen dhe të punojnë për të mirën e njerëzve të këtij vendi. Të punojnë për të mirën e këtij vendi. Amin.